Ne jetojmë në një botë të mbytur nga 7 mëkatet vdekjeprurse. Krenaria shkatron lidhje njerëzore, ekonomike dhe politike. Lakmia të vërbon nga njerëzillëku, duke të larguar nga gjërat më të rëndësishme në jetë. Epshi të zhyt në një botë iluzionesh, duke të bërë të ndjekësh ndjesi që në thelb janë thjesht mjete, jo qëllime. Zilia të bën të harrosh atë që ke, duke parë vetëm pulën e komshiut. Gryksia, ashtu si epshi, të çon drejt një shkatërrimi të trupit, por edhe të mendjes. Zemërimi përshkallëzon çdo situatë, e bën qimen tra. Ndërsa përtatësia të lë në vend numëro, duke vrarë gradualisht potencialin dhe hyjnoren brenda teje. Thuhet se çdo e keqe në botë e ka burimin në një nga këto parime, ose në një kombinim të tyre. Dhe megjithatë, në këtë botë të mbushur me vjedhje, përdhunime, vrasje, mashtrime dhe luftra, ekziston një forcë edhe më e rrezikshme se të gjitha këto. Madje më e rrezikshme se vetë keqja. Një forcë që Dietrich Bonhoeffer besonte se ishte përgjegjëse për shkatrime të jashtëzakonshme gjatë luftës së dytë botërore. Ndryshe nga e keqja, kjo forcë nuk mund të arsyetohet, nuk mund të ekspozohet, madje as të luftohet drejt për drejt. Ajo përhapet në heshtje, duke i bërë njerëzit të verbër ndaj së vërtetës dhe imun ndaj logjikës. Kjo forcë është budallallëku. Por pse Bonhoeffer e pa budallallëkun si një kërcënim më të madh se e keqja? Pse e përshkroi jo thjesht si një dështim intelektual, por si një krizë morale dhe shoqërore? Në këtë episod do të zbërthejmë idetë e tij, duke ju ndihmuar të dalloni shenjat e budallallëkut te të tjerët dhe ndoshta, në mënyrë të sinqertë, edhe te vetja juaj. Krijimi i këtyre episodeve për ju kërkon kohë, përkushtim dhe shumë kërkim. Prandaj, do t'ju isha vërtet mirënjohës nëse e ndani këtë episod me miqtë tuaj. Lini mendimet tuaja në komente. Dua shumë të dëgjoj perspektivën tuaj. Dhe nëse dëshironi të mbështesni punën time, mund ta bëni përmes një donacioni në Buy Me a Coffee ose PayPal. Linket i gjeni në përshkrimin e episodit. Faleminderit që jeni pjesë e kësaj udhëtimi. Le të fillojmë. Dietrich Bonhoeffer, i lindur në shkurt të vitit 1906, ishte një pastor luteran gjerman, teolog neo-ortodoks, disident antinazist dhe luftëtar i rezistencës. Për vite me radhë, ai u përpoq të ndryshonte mendjet e njerëzve. Ai foli hapur kundër urrëties në rritje, kundër bindjes së verbar dhe kundër mënyrës se si njerëzit mbyllnin sytë ndaj mizorisë që po ndodhte rreth tyre. Ai besonte se nëse arrinte t'i bënte njerëzit të shihnin realitetin, nëse arrinte t'i bënte të kuptonin, ata do të zgjoheshin, do të reagjonin, do t'i dilnin kundër asaj marrëzie. Por kishte diçka që nuk e kishte parashikuar. Ai nuk e kishte kuptuar sa e vështirë ishte të ndryshojë mendjen e njerëzve, edhe kur e vërteta ishte e qartë, edhe kur provat ishin përpara syve të tyre. Sepse njerëzit thjesht refuzonin të dëgjonin. Një mbrëmje, pas viteve të rezistencës ndaj regjimit, ai u kthye në shtëpi dhe gjeti baban e tij duke e pritur, me një shprehje të rënduar në fytyrë. 2 burra ndodheshin në dhomën e tij. Kishin ardhur për ta marrë, për ta çuar në burg. Dhe aty, i mbyllur në një qeli, Bonhoeffer kishte vetëm një gjë: kohën për të menduar. Ai kishte parë vendin e tij, dikur një tokë poetësh dhe mendimtarësh të shndrohej në një turm frikacakësh dhe kriminelësh. Kishte parë miq, fqinj, madje edhe intelektual të dorëzonin moralin e tyre. Jo sepse ishin të gjithë të këqij, por sepse kishin ndaluar së menduari. Dhe pikërisht aty, ai arriti në një përfundim tronditës. Armiku i vërtet nuk ishte ligësia, ishte budallallëku. Dhe kishte arsye pse Dietrich Bonhoeffer e konsideronte budallallëkun një kërcënim më të madh se vetë keqja. Dhe pikërisht me këto arsye do të merremi sot. Sipas Bonhoeffer, e keqja mund të përballet, mund të ekspozohet, të luftohet, madje edhe të mposhtet. Gjithmonë ekziston një mënyrë për t'i rezistuar. Sepse, në thelb,
e keqja e di çfarë është. Edhe njerëzit më të këqij, në fund të fundit, thellë brenda vetes e dinë se ajo që po bëjnë është e gabuar. Dhe pikërisht për këtë arsye, e keqja mbart brenda vetes farën e shkatërimit të saj. Ajo lë pas një shqetësim, një ndjenjë faji, diçka që mund të shfrytëzohet dhe të përmbyset. Por budallallëku, budallallëku është ndryshe. Ai është imun ndaj logjikës, i verbër ndaj arsyes dhe i shurdhër ndaj së vërtetës. Mund ta injorosh, por nuk mund të përballesh me të në mënyrën e zakonshme. Mund të debatosh me një njeri keqdashës, por nuk mund të debatosh me një budalla. Sepse ata nuk i njohin faktet, dhe edhe kur i njohin, i hedhin poshtë. Ata nuk debatojnë, ata tallin. Dhe më e rrezikshmja, janë plotësisht të bindur se kanë të drejtë. Kjo është ajo që e bën budallallëkun më të rrezikshëm se ligësia. Ligësia mund të kundërshtohet, por budallallëku është pothuajse i pathyeshëm. Martin Luther King Jr. e ka thënë shumë bukur: asgjë në botë nuk është më e rrezikshme se ignoranca e sinqertë dhe budallallëku i ndërgjegjshëm. Dhe ndoshta pjesa më e frikshme është kjo: budallallëku shpesh vepron në mënyrë të pavetëdijshme. Njerëzit që veprojnë marrëzisht as nuk e kuptojnë. Sillen sikur janë në një lloj ndikimi, sikur të mos kenë kontroll të plotë mbi mendimin e tyre. Ata besojnë se kanë të drejtë. Kapen pas bindjeve të tyre me një siguri të tillë, saqë asnjë argument, asnjë provë, asnjë shpjegim racional nuk mund t'i lëkund. Dhe në vend që të vënë në dyshim veten, ata thellohen edhe më shumë. Bëhen më të ngurtë, më të zurmshëm, më të sigurt në gabimin e tyre. Siç tha Mark Twain, kur mos u grind me njerëz budallënj, do të tërheqin poshtë në nivelin e tyre, dhe pastaj do të mundin me përvojë. Të gjithë kemi hasur njerëz të tillë, njerëz që nuk debatojnë, por hedhin slogane, që nuk argumentojnë, por etiketojnë. Fjalë si nejse, dëgjo mua, unë e di, apo nuk më intereson, janë shpesh mburoja e tyre. Madje, shpesh e kanë të pamundur të kuptojnë edhe një analogji të thjeshtë. Kur u jep një shembull, ata kapen pas tij në mënyrë sipërfaqësore, e analizojnë jashtë kontekstit, ose e vënë në dyshim vetëm për të shmangur thelbin e bisedës. Është mënyra e tyre për të mos u përballur me realitetin. Dhe po, është thellësisht zhgënjyese. Pothuajse si të përpiqesh të arsyetosh me një narcist, sepse në fund ata nuk ndryshojnë. Por rreziku i budallallëkut nuk ndalet te individi. Ai shtrihet përtej tij, por hapet në shoqëri si një sëmundje. Depërton në grupime, në lëvizje, në sisteme që kërkojnë bindje. Sepse fuqia e një individi shpesh mbështetet mbi budallallëkun e masave. Kjo është arsyeja pse budallallëku masiv shoqëron kaq shpesh ngritjen e autoritarizmit. Dhe nuk është se njerëzit papritur humbasin inteligjencën e tyre. Jo, ata e dorëzojnë atë. Heqin dorë nga pavarësia e tyre në këmbim të përkatësisë, në këmbim të një vendi pune, në këmbim të bukës së gojës. Ndalojnë së menduari në mënyrë kritike dhe fillojnë të përsërisin atë që u thuhet. Dhe sapu një njeri dorëzon mendjen e tij, nuk ka më kufi për atë që mund të bëj. Ai mund të kryej të keqen dhe të mos e shohë si të tillë. Mund të përhapi gënjeshtra dhe t'i quajë të vërteta. Mund të shkatërrujë jetë duke qenë i bindur se është në anën e duhur të historisë. Kjo është arsyeja pse budallallëku nuk është thjesht një tipar i trishtueshëm apo zhgënjyes te një individ. Ai është i rrezikshëm. Është një armë në duart e atyre që din ta përdorin. Dhe ndoshta pjesa më e vështirë për të pranuar është kjo: nuk mund ta rregullosh me arsyetim. Për ta luftuar, së pari duhet ta kuptosh. Sepse budallallëku nuk e vë kurrë në dyshim veten.
Ai nuk ndjen dyshim, nuk ndjen turp, nuk ndjen drojtje. Ai ecën përpara me një siguri absolute dhe pikërisht për këtë arsye bëhet një forcë e pandalshme, në shërbim të kujdo apo çfarëdo që zgjedh të ndjek. Dhe kjo nuk është diçka abstrakte. Ne e shohim çdo ditë. Njerëz të zakonshëm, shpesh inteligjent, dorëzojnë aftësinë e tyre për të menduar. Jo sepse nuk munden, por sepse nuk duan të paguajnë çmimin e të menduarit. Zgjedhin rehatin mbi të vërtetën, sigurin mbi integritetin, dhe kështu, për arsye ndonjëherë banale, një vend pune, pak më shumë para, një status, fillojnë të ndjekin verbërisht. Kjo është pikërisht ajo që pa Dietrich Bonhoeffer. Ai jetoi në një vend që dikur njihej si toka e mendimtarëve dhe poetëve, toka e Johann Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant dhe Ludwig van Beethoven. Dhe megjithatë, ai pa se si ajo shoqëri u shndërrua, pa se si njerëz të arsimuar, inteligjent, dorëzuan mendjen e tyre. Dhe në vend që të mendonin, zgjodhën të ndiqnin. Kjo është arsyeja pse Dietrich Bonhoeffer argumentonte se budallallëku nuk është një defekt intelektual, por një problem moral. Një njeri mund të jetë brillant në mendim, por plotësisht i marrë në veprim. Dhe një tjetër mund të jetë i ngadalshëm intelektualisht, por thellësisht i mençur, moral dhe i mirë. Pra, inteligjenca dhe mençuria nuk janë e njëjta gjë. Budallallëku nuk është thjesht mungesë inteligjence. Është, mbi të gjitha, një dështim i guximit moral. Sepse në thelb, askush nuk lind budalla. Njeriu bëhet i tillë. Dhe këtu lind pyetja. Si ndodh kjo? Budallallëku është një gjendje mendore që shfaqet kur një person dorëzon përgjegjësinë për të menduar. Nuk është një tipar i lindur, por një transformim, një rrëshqitje e ngadalt në një gjendje ku njeriu pushon së menduari për veten. Dhe kjo nuk është vetëm personale, është thellësisht shoqërore. Budallallëku lulëzon në grupe ku mendimi i pavarur dekurajohet, ku ndrysheja përqeshet, ku pyetjet heshten. Në këto ambiente, njerëzit nuk mendojnë më, ata ndjekin. Ndjekin urdhra, ndjekin turma, ndjekin narrativa, pa i vënë kurrë në dyshim. Bonhoeffer e paktë nga afër. Ai pa se si një regjim mund t'i kthejë njerëzit e zakonshëm në ndjekës pa mendim. Jo sepse ishin të këqij, as sepse ishin budallënj në kuptimin klasik, por sepse ndaluan së pyeturi, hoqën dorë nga aftësia për të dalluar të vërtetën nga gënjeshtra, dhe u bën mjete të një agjende më të madhe. Ai e përshkroi këtë fenomen pothuajse si një ligj sociologjik. Diçka e ngjashme përshkruhet edhe nga George Orwell në 1984, ku Big Brother nuk kontrollon vetëm veprimet e njerëzve, por edhe mendimet e tyre. Sepse kur pushteti rritet, budallallëku përhapet. Në ndikimin e autoritetit, qoftë politik apo ideologjik, shumë njerëz heqin dorë me dëshirë nga pavarësia e tyre e brendshme. Pranojnë slogane, pranojnë propagandë, pranojnë shpjegime të thjeshta për probleme komplekse. Dhe kështu, humbasin aftësinë për ta parë botën ashtu siç është. Dhe pikërisht këtu, budallallëku bëhet më i rrezikshëm, sepse është kokfort, por edhe pasiv. Njeriu budalla nuk mendon më për vete, por është plotësisht i bindur se ka të drejtë. Kur përballet me fakte apo logjik, nuk reflekton, reziston. Sepse nuk e të bësh më me një individ, por me slogane dhe ide që e kanë pushtuar ato. Kjo është arsyeja pse Bonhoeffer thoshte se budallallëku është më i vështirë për t'u luftuar se e keqja. Një person i tillë do të përsërisë gënjeshtra edhe pasi janë hedhur poshtë. Do të kapet pas të pavërtetave, sepse nuk mendon më për veten e tij. Dhe për këtë arsye, nuk mund ta ndryshosh me debat. Nuk mund ta mësosh të dalë nga kjo gjendje. Ai
duhet të çlirohet. Dhe derisa kjo të ndodh, debati është i kotë. Por lajmi i mirë është ky. Ekziston një mënyrë për të mos rënë në këtë kurth, edhe pse në fillim duket krejtësisht i padomshëm. Nëse vërtet budallallëku nuk është një mungesë intelektuale, por një formë skllavërimi mendor, atëherë lind pyetja: si mund ta shmangim? Si mund të sigurohemi që nuk bijem në kurthin e konformitetit të verbër? Bonhoeffer paralajmëron se njerëzit bëhen budallënj kur heqin dorë nga aftësia e tyre për të pyetur, analizuar dhe menduar në mënyrë të pavarur. Hapi i parë për të shmangur budallallëkun është të refuzosh të ndalosh së menduari. Gjithmonë bëj pyetje, sfido autoritetin kur duhet. Mos prano diçka si të vërtet vetëm sepse besohet gjerësisht. Nëse një ide nuk mund t'i rezistojë shqyrtimit, atëherë nuk ja vlen të besohet. Budallallëku është një fenomen shoqëror që lulëzon në mjedise ku njerëzit konformohen pa menduar. Sa herë që i gjen veten duke rënë dakord me një grup, thjesht sepse është më e lehtë, ndalo dhe pyet veten: apo mendoj për vete, apo thjesht po ndjek turmën? Historia ka treguar se kur grupe të mëdha njerëzish ndalojnë së pyeturi, pasojnë katastrofa. Mos lejo që rehatia e përkatësisë të mbizotërojë mbi domosdoshmërinë e së vërtetës. Kjo mendësi u kritikua edhe nga Friedrich Nietzsche, i cili e quajti mentalitet tufash. Sipas tij, kushdo që kërkon të bëhet një intelektual i vërtet, duhet të refuzojë konformitetin e verbër. Budallallëku shpesh është rezultati i ndikimeve të jashtme, propagandës, dezinformimit dhe manipulimit emocional. Udhëheqësit që mbështeten te budallallëku përdorin taktika të dizajnuara për të anashkaluar mendimin kritik. Ata i bëjnë thirrje emocioneve në vend të arsyes, promovojnë shpjegime të thjeshta për probleme komplekse, dekurajojnë mendimin e pavarur dhe e etiketojnë mospajtimin si të rrezikshëm. Nëse një ide paraqitet në një mënyrë që dekurajon pyetjen, ka të ngjarë të jetë dizajnuar për të manipuluar, jo për të informuar. Njerëzit priren drejt shpjegimeve të thjeshta, bardhëzi, por realiteti është kompleks. E vërteta shpesh është e pakëndshme, e vështirë dhe e ndërlikuar. Nëse një përgjigje tingëllon shumë e lehtë, me shumë gjas është e gabuar. Nëse një udhëheqës të thotë se të gjitha problemet e tua kanë një shkak të vetëm, ai po gënjen. Nëse një lëvizje kërkon besnikëri të pakushtëzuar, ajo është e rrezikshme. Prandaj është e nevojshme dhe e panegociueshme që liria e fjalës të ekzistojë dhe të mbrohet, si për idetë që na pëlqejnë, ashtu edhe për ato që i kundërshtojmë. Vetëm përmes diskutimit mund të ekspozohet dhe të sfidohet budallallëku. Nëse censurojmë, nuk e zhdukim atë. Thjesht i ndryshojmë formën dhe japim më shumë forcë në errësirë. Mençuria e vërtet vjen nga analiza, përqafimi i nuancës dhe rezistimin ndaj dëshirës për ta thjeshtuar realitetin. Bonhoeffer besonte se budallallëku nuk ka përcehet vetëm përmes udhëzimit. Ai kërkon çlirim të vërtetë. Njerëzit e bllokuar në sisteme manipulimi dhe konformiteti duhet së pari të shkëputen nga rrethi vicioz, përpara se të mund të pastrojnë mendjet e tyre. Por mençuria e vërtetë vjen nga çlirimi i brendshëm, çlirimi nga friga, besnikëria e verbër dhe bindja pa pyetje. E vetmja mënyrë për të shmangur budallallëkun është të përkushtohesh ndaj pavarësisë intelektuale dhe morale, ndaj respektit dhe dashurisë për veten, edhe kur të gjithë janë kundër teje, edhe kur narrativat e jashtme të thonë të kundërtën. Sepse budallallëku nuk ka ngjyrë, fe apo ideologji. Ai gjendet kudo, në shumë forma dhe fytyra të ndryshme. Majtas apo djathtas, ai mund të shfaqet kudo, dhe kushdo mund të bjerë në të. Kjo ishte në thelb teoria e Bonhoefferit për budallallëkun, një paralajmërim për të gjithë. Bota sot është e mbushur me dezinformim, mentalitet tufash dhe besnikëri të verbër ndaj figurave politike, ideologjive dhe narrativave që dekurajojnë mendimin kritik. Nëse nuk luftojmë në mënyrë aktive për mendimin e pavarur, nuk do të luftojmë kundër budallallëkut, por do të sundohemi prej tij. Zgjedhja është e jona. Qëndro vigjilent,
qëndro kritik, qëndro i lirë. Faleminderit për vëmendjen dhe për kohën tuaj. Nëse ky episod ju dha vlerë, mos ngurroni të lini një pëlqim dhe një koment. Më ndihmon shumë të kuptoj çfarë ju rezonon më tepër. Nëse dëshironi të mbështesni më tej punën tonë, mund të kontribuani edhe me donacione. Lidhjet i gjeni në përshkrim. Por mbi të gjitha, shpërndajeni këtë podcast me miqtë tuaj. Bisedat si kjo marrin kuptim të plot kur ndahen dhe diskutohen. Ftojini njerëzit tuaj t'i dëgjojnë, dhe pse jo, uluni bashk dhe zhvilloni këto tema. Sepse idet bëhen më të fuqishme kur kthehen në biseda të vërteta. Bashk, miru dëgjofshim.